Protestuesit shikojnë që janë deri tek hyrja e Rognerit, pra nuk ka vazhduar përtej rrugës Pallatit të Kongreseve, por duket që turma të caktuara njerëzish, si shikohen nga pamjet, janë prezent në shesh, disa të ulur për shkak edhe të moshës, për shkak edhe të orëve të zgjatura, pasi le ta kujtojmë që ka filluar në orën 7 marshimi drejt sheshit Skënderbej, dhe ajo që të bën përshtypje është që ka shumë familjar me fëmijë të vegjël, me banderola, me flamuj, por janë të ulur pikërisht edhe në trotuaret e sheshit qendror Skënderbej, duke qenë kështu protagonist të një shfaqje dhe të një mbledhje, le ta themi, me mira shqiptar të vendit e diasporës, të cilët kanë pushtuar sheshin përpara kryeministrisë deri në statujën e Skënderbeut. Tani do të ecim në krahun e kundërt, pra nga universiteti, pra nga kryqëzimi që lidh kryeministrin me sheshin Skënderbej, do të shikojmë sa është prezenca e protestuesve për të parë a janë vërtet mira apo janë qindra. Vetëm me i gjohë blokës. Sigurisht që këtu puna jonë vështirësohet pak, edhe për shkak të dënsisë të njerëzve që janë në protest. Këtu jemi pikërisht brenda rrethit të kryeministrisë. Duket që njerëzit janë më shumë, më prezent, sigurisht është vështirë të ecësh mes tyre, por do t'ja dalim. Ka dhe njerëz të lodhur, por vazhdojnë të shndrojnë të ulur. Atëherë, këtu ndodhemi pikërisht përpara dy pullave binjake. Kemi kaluar kryeministrin, por radha e protestuesve vazhdon. Më ndiqni. E di çfarë më përshtypje? Që në këtë protest nuk ndihmojnë as njerëzit, nuk mungojnë, do të thoja, as njerëzit të cilët japin deri diku dhe ndihmën e tyre, me ujë, pse jo? A blen njerëz ujë?
Bem, Kam bler? kam bler, so kam bler. Po, ke menduar ndonjëherë ti dhurosh falas? Ke menduar ti dhurosh falas? Po do që lloj, kur s'ka, ç'a të bëjmë? Ka qelluar? Që i ke ndihmuar? Po do Ke ndihmoj. moshuar fëmijë? Po zakonisht fëmijët më shumë. Sa ke bërë, sa lekë ke bërë sot? Nuk jam bërë llogari fare. Se ke bërë llogarin. Atë, suksese. Ndalemi pak këtu, jemi në kryqëzimin pikërisht në kryqëzimin që lidh sheshin Skënderbej me bulevardin Dëshmorët e Kombit. Siç e pat, protestuesit janë të shumtë, ishte vështirë të çaje mes tyre. Këtu fillon të shohim që njerëz ka sërish akoma. Do të vazhdojmë deri në fund derisa të shohim ata sa janë dhe ku qëndrojnë. Tu duket sikur turma është pak më e qetë, protestuesit janë më, le ta themi, jo se janë rastësorë, sigurisht që kanë dalë këtu për të qenë pjesë e kësaj proteste, por ata nuk duket se janë pjesë e thirrjeve edhe ovacioneve që shpesh pushtojnë sheshin përpara kryeministrisë. Gjithsesi, duket që një pjesë e tyre qëndron edhe të ulur, ka nga ata që janë, le të themi, shumë të qetë në krahasim me ato se çfarë pamu përpara, por njerëzit shikohen të ulur nëpër trotuare deri në kryqëzimin tjetër që ndan ministrit, bllokun e ministrive me sheshin Skënderbej.